sepse qeverisja do të përmirësohet dhe nuk ka se si ndodhë ndryshe, dhe jo thjesht sepse qeverisja bazuar edhe në dijen e fituar, edhe në eksperiencën e fituar, edhe në burimet njerëzore, në dispozicion vetvetiu duhet përmirësohet, sepse në të kundërt nuk ka asnjë arsye që të vazhdoj, por sepse në këtë rast ka qenë vërtet një dhurat ajo që ka ndodhur për të fituar atë që na ka munguar për një kohë gjatë, sepse s'kemi pasur asnjëherë opozit në gjendje që të na sfidoj realisht. Dhe ajo protest që ndodhi na ka sfiduar realisht, jo kjo që vazhdon, se kjo që vazhdon është një tjetër gjë për cilën as nuk kam interes që të flas, është një konglomerat i cili sigurisht që ka të gjithë drejtë vend të vazhdoj të ekzistoj për sa kohë ka fuqinë dhe ka edhe karburantin e paguar për të ekzistuar. Po s'është kjo. Kjo ngjan shumë me ato jashtënxjerrjet e zakonshme të opozitës vetë asgjësuar. Flas për atë protest për sa kohë ishte qytetare dhe për sa kohë u shfaqën njerëz cilët i çoi aty nevoja për të bashkuar zëri dhe për të thënë sot ne meritojmë më shumë. Ky është epi. Dhe nuk na mjaftojnë ato që janë bërë, nuk na mjafton absolutisht krahasimi me nga Unisa me tjerë. Kështu që unë jam i bindur për këtë, jam shumë optimist për këtë, jam shumë i energjizuar për këtë. Dhe dua vetëm të mos harroni një gjë të gjithë. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë, nuk ka qenë kurrë më e vlerësuar ndërkombëtarisht, nuk kanë qenë kurrë më e mbështetur në mundësi reale për të bërë më shumë. Dhe kjo ka një arsye themelore, sepse Shqipëria nuk ka qenë më një vend në shitje ose një vend i shitur, se nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që respektohet ndërkombëtarisht. Nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që shton mundësitë e veta për njerëzit e vet. Nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që rritet çdo ditë. Pavarësisht se mund të rritet më shumë, do të rritet më shumë, do të rritet më shpejt, okay, të gjitha përpjekjet i kemi bërë, do vazhdojmë t'i bëjmë.